Burak Ozçivit, ylli turk i ekranit në pushime relaksuese në Shqipëri. Ylli i njohur i serialeve turke, Burak Ozçivit, ka mbërritur në Shqipëri për disa ditë relaksi. Aktori i njohur për rolet e tij në seriale të suksesshme është parë duke pushuar në Vlorë, një nga perlat e Bregdetit shqiptar. Burak është fotografuar në një nga restorantet e qytetit. Veshur në mënyrë sportive dhe me buzëqeshjen karakteristike, ai ka pozuar me stafin dhe fansat e pranishëm. Ky është një tjetër tregues se turizmi shqiptar po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e figurave të njohura ndërkombëtare.